Sfidat, provokimet që bën armiku, këto janë nxitësit kryesor të ekstremizmit. Këtë që të organizata, vëlla, unë që të kredve juve pjë thonë, nëse e shihni dikone, për shkak që e shanë film, apo që kallë Kur'anin, apo ku, kredve unë mujmë ju thonë dhe ju thonë, kini kujdes, lajmëroni, policinë, senën e këni, ata morin përgjësin të ka Allahu azza wa jall. Ama ka të ri që janë entuziast ku ta shohin që e kallë para syve Kur'anin nuk mund me bajt. Përgjësia është të ti, jësë është të unë nuk është. Unë i thëmë mëse bën, ki kujdes. Mirë, po përgjësia është e ati. E më konkretisht përgjësia është e institucioneve që 2 vjet, në të ditë tu e shajt fin, nuk di unë apo mirën as bëjmë, po thënë që po mirën, nuk e di po ta shohin përfundimin. E nëse këta nuk mirën, institucionet nuk mirën, ta veç e bëjnë si të normalizuar atë çështje, atëherë ti sa dush foli trinjeve, thotë unë për çat Kur'an po jetoj bre? Haj po ma shanë mu për para Kur'anit, ti po më kalëzesh, sabër me bua. E kush të përgjësia e institucioneve. Ata duhet minal këto. Vallahi, për 24 orë më minal. Që shinale njësisin, 150 vete i arrestun për një ditë, kur tonë shteti mundet. Mirë, për nuk përbajnë. Edhe do mi shkaktojnë. Po i njëri u qu, po shkavi hini bre, subhanallah, hiç që nuk e bën, për shembull ato anti-islamistat, shkavi hini dhe ta qet kokën e derrit midis xhamis. Ose hin xhamia dhe shkel Kur'anin apo ta nënçmon. Po njëri aty u çu dhe boni naj skandal boni. Ku përgjithësia e kujt është këtu? Pastaj përgjithësia jeme nuk është. Se unë nuk më thonë zbën me bo ato. Edhe e gjykoj në mënyrë të prerë që zbën mi bo ato, kred vllaznive i thom, i boni dom islamit me bo si veprime. Por se i riu në ato momente i hub kontrolli. Edhe përgjithësia bie mbi ata që e kanë ligjin dorë. Edhe ata duhet minal këtë sen.